Është pranverë dhe ne vim tek ju në këtë stinë sepse e dim që është edhe koha më e bukur për udhëtime, e sidomos për udhëtime që eksplorojmë mjedisin detar të Gjirit të Vlorës, si dhe zonat e gjelbërta të vendit tonë. Ky mund të quhet edhe udhëtimi i turizmit të gjelbërt, si dhe turizmi të së ardhmes, që e ka zanafillën në hieshit dhe bukurit pa. God is working, never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Vendi fundit në Europë me resurse ekoturistike, ekoambientale dhe ofertë turistike të pazbuluar. Kjo guid është një ftesë edhe për ju të dashur investitor, që të kuptoni se turizmi dhe ardhmja janë të pandashëm edhe nga biznesi juaj. Si një ditë e bukur shoqëruar me rreze të ngrohta të diellit, pjesë e 300 ditëve me diell në Shqipëri, është një tjetër tregues që ky ekskursion, ky udhëtim me anije do të realizojë në misionin e vet, si dhe do të përmbush sfidën për turizmin e qëndrueshëm dhe atë të mjedisit. Ky udhëtim u ideua për vetë faktin e në kuadrin e një projekti ambientalist që ne kemi ideuar. Donim të shihnim përmes këtij udhëtimi gjendjen e mjedisit ujor, para të detit, që ne e kemi dhe simbol të Vlorës. Na u mundsua bashkëpunimi me kapitenerinë e portit Vlorë, po dhe me mbështetjen e fortë të Universitetit të Vlorës dhe normalisht edhe të televizionit tuaj që ka qenë një nga partnerët tonë kryesor. Më tepër se udhëtim turistik, është një udhëtim për të parë gjendjen, një survejim për të parë gjendjen e mjediseve ujore, për të bërë një vlerësim edhe për të bërë edhe për të menduar se si mund të rregullohet gjendja në të ardhmen e këtyre mjediseve ujore. Ky udhëtim është thjesht një hap i parë. Ne nuk pretendojmë të bëjmë gjëra të mëdha, po hapat vegjël çojnë në gjëra të mëdha dhe ne këtë shpresojmë.
portin e Vlorës sot me student të SAIF-it, student në sipërmarrje të lirë të Universitetit Ismail Qemali, Vlora, dhe me një bashkëpunim të gjerë dhe të televizionit Apollon për të bërë një udhëtim praktik, turistik dhe për të njohur nga afër zonat mjedisore, zonat e çmuara ekoturistike që ofron Gjiri i Vlorës dhe mëtej. Ne me këtë duhem të tregojmë që kemi një mjedis të mrekullueshëm, kaq të bukur dhe kaq të çmuar, i cili krijon një ofertë të qëndrueshme turistike, të turizmit qëndrueshëm dhe atij mjedisor, krijon mundësi dhe oportunitet shumë të mirë për ardhin e turistëve në Shqipëri. Dhe siç e shikojmë, ne sot kemi të bëjmë me një det kaq të bukur, kaq të kaltër, kaq të mirë, që na ofron edhe emocione para këtij udhëtimi. Shumë prej të rinjve këtu kanë ardhur me dëshirën që dhe të njohin ato që kanë mësuar nga literatura, por gjithsesi të përjetojnë nga afër në mënyrë të natyrshme edhe këtë udhëtim, që do të jetë një udhëtim i këndshëm dhe që do të ofrojë shumë emocione të bukura dhe do të ofrojë shumë dinamik. Ju uroj SAIF-it suksese në garën e tij të nisur dhe Universitetit Ismail Qemali me projektet e turizmit fat të mbar. Gjithsesi dhe zonës Vlorës, një turizëm sa më të mirë dhe sa më optimal dhe sa më të suksesshëm për këtë sezon të ri turistik. Iniciativa është thjesht domethënë të dim çfarë ndodhet në mjedisin rreth Gjirit Vlorës, për sa i përket mjedisit detar, dhe pastaj të shikojmë domethënë çfarë ndikimesh mund të kenë patur zhvillimi i ndërtimeve apo zhvillimi i popullatës që është rreth Gjirit Vlorës që s'ka qenë përpara. Pika tjetër është njëkohësisht ne do kemi edhe dy zhytësa që janë të marinës detare të shteti shqiptar që do filmojnë edhe do kontrollojnë disa pika turistike edhe për të parë se çfarë ka mjedisi brenda në det, gjë që jo të gjithë ne kemi mundësinë ta shikojmë apo jo. Një iniciativë e tillë mendoj është e rëndësishme për Universitetin e Vlorës, edhe për studentët e SAIF-it, e cila është mendoj një organizatë studentore shumë e mirë, një organizatë që ka ka krijuar iniciativa të ndryshme për sa i përket organizimit të studentëve dhe pjesëmarrja e tyre në ekosistemin dhe mjedisin ton që na rrethon. Normalisht çdo universitet mendoj e ka të rëndësishme që studentët e vet të jenë të angazhuar përveç se në anës sociale, po dhe në anën mjedisore për sa i përket ku jetojmë. Duke qenë se Vlora ka dhe një shans të papërsëritshëm, ka një mjedis kaq të bukur dhe kaq të këndshëm, domethënë për sa i përket detit dhe gjeomjedisit, mendoni se Universiteti i Vlorës do të angazhohet në projekte të tjera në ruajtjen e mjedisit, në zhvillimin e tij dhe në dinamika të vazhdueshme pra universitare që mund të japin domethënë gjëra shumë pozitive? Padyshim, aktualisht Universiteti i Vlorës ka një qendër kërkimore që merret me mjedisin. Kemi aparatura, presim aparatura të tjera të vijen nga Gjermania, duke patur një marrëdhënie me Universitetin e Klaus Salit në Gjermani, përshtatshërisht me kimin, por edhe me fizikën, dhe këto janë pajisje që po vinë për të angazhuar me mjedisin për të kontrolluar ndotjen në qytetin e Vlorës, për të kontrolluar mjedisin, për të kontrolluar gjeosistemin në Gjirin e Vlorës. Domethënë, këto janë iniciativa shumë të rëndësishme edhe për universitetin dhe për stafin akademik. Si përpara çdo gjëje, studentët ndjejnë emocionin dhe pyesin njëri tjetrin se çfarë do të ndodhë në këtë udhëtim dhe se çfarë do të eksplorojnë në këtë rrugë të gjatë.
Prodhëtimi në fjalë u realizua në kuadër të bashkëpunimit të Universitetit Ismail Qemali në Vlorë, konkretisht të saj Vlorës me marinën detare në qytetin bregdetar. Ndërkohë, gjithçka ka ardhur edhe në sajt një bashkëpunimi të vazhdueshëm me televizionin Apollon, i cili ka qenë një nga partnerët kryesor të Universitetit të Vlorës. Kemi këtu pranë dhe presidentin e televizionit Apollon, i cili është shëmbullor në arritjet që ka bërë me median e vetë, me punën e vetë, por njëkohësisht dhe shëmbullor për bashkëpunimin me Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, si dhe me saj Vlorën, dhe ai për herë ka qenë krah iniciativave kaq të bukura dhe kaq mjedisore dhe kaq turistike, sepse ky udhëtim i përket dhe turizmit qëndrueshëm. Po, në radhë të parë unë do të përshëndes nismën që ka marrë Universiteti i Vlorës, dega e turizmit. I përshëndes për nismën që ka marrë dhe ne jemi pranë tyre. Ne kemi një bashkëpunim të përhershëm, kemi vite para fal ndihmës tuaj që ke qenë drejtuesi i televizionit njëkohësisht në ato vite, dhe ky bashkëpunim po vazhdon, po thellohet. Dhe gjithmonë ne ndihmojmë vlerat dhe jemi bashkëpunues me vlerat. Dhe përshëndes edhe një herë organizatorët, si për shembull pedagogen Ermelinda, që sot nuk e kemi prezent, por që është iniciatorja e gjithë këtij udhëtimi. E falenderojmë nga zemra. Kjo është edhe për të udhëtim kaq të bukur, ku do shpalosen vlerat e turizmit shqiptar. Drejtohemi zonjës parë të televizionit Apollon. Ndjehem shumë e kënaqur, e prisja që do ta ndjeja këtë kënaqësi. Kemi pak frikë kështu nga këto lëkundjet, megjithatë është një udhëtim shumë i bukur, koha është shumë e bukur, them se po kënaqemi. Besoj edhe vajza juaj është duke u shoqëruar me emocion nga familja, nga shtëpia. E bënte me dorë nga balkoni, edhe na merrte edhe në telefon, dhe ajo ishte e gëzuar që ne po kënaqeshim sot. Përmendim këtu ndihmën e çmuar të profesoreshës, drejtuese e sajfit, zonjushën Olta Muharremi, e cila ishte koordinatorja ndërmjet Universitetit dhe Marinës Detare. Ky udhëtim u bë i mundur edhe me prezencën e oficerëve të Marinës Detare, si dhe të zhytësave, të cilët jo vetëm që krijuan mundësinë që studentët të njihen nga afër me mjediset sipërfaqësore, por ndihmuan edhe të njihen me bukuritë e detit jon, rivjerën detare dhe florën e faunën e kësaj zone. Jemi pikërisht këtu në një pikë kur do të zhyten zhytësit dhe do të shohin nga fauna dhe flora e detit, nga pjesa e nëndetit me illaf, dhe për të parë se sa diverse, se sa i kombinuar është ky mjedis, domethënë, si në anën sipërfaqësore, ashtu dhe në anën nëndetare. Ky udhëtim ishte në funksion të njohjes nga afër përveç avantazheve mjedisore, ambientale, ekoturistike, biodiversitetit, florës apo faunës, edhe të disa disavantazheve që lidhen me lëmin e ndotjes së mjedisit. Neve po vazhdojmë udhëtimin me anije, kur jemi duke ecur për karshi brigjeve të Vlorës, kur shikojmë domethënë edhe njësitë akomoduese hoteliere, të cilat janë nga krahu i djathtë. Mund të shohim edhe pulbardhat të cilat janë vendosura në det. Pra kjo tregon për prezencën e pulbardhave dhe një ekosistem të pasur që ndodhet në brigjet e Vlorës, në gjirin e Vlorës, i cili është një gjë atraktiv dhe shumë tërheqës për të gjithë neve, por dhe për turistët që pretendohet që do të vinë të ardhmen. Dita e bukur që është sot, me rrezet depërtuese të diellit, si dhe me një mjedis kaq të këndshëm, jep dhe na ofron neve jo vetëm kënaqësinë e udhëtimit
por na bën që të shijojmë dhe këtë kaltërsi të detit Vlorës. Shikojmë një ndërthurje dhe një kompozicion të vazhdueshëm midis malit, i cili ofron një natyrë shumë atraktive, pra një thyerje, një ndërthurje e malit me detin, një bimësi e pasur e zonës përreth brigjeve të Vlorës, si dhe njëkohësisht për shkallëzimin e menjëhershëm dhe daljen në det. Kjo është shumë e bukur dhe shumë e veçantë dhe është pra ajo magjia që ofron natyra shqiptare. Në këtë udhëtim, studentët do të ndiheshin mjaft mirë duke prekur nga afër kombinimin midis malit dhe detit, ajrit të pastër detar, si dhe resurseve të tjera shumë të pasura detare, të cilat fotografohen dhe filmohen, duke u bërë kështu pjesë e një arsenali të tërë dijesh. Vetë studentët do të ndërtojnë mbi bazën e asaj që panë dhe prekën realisht tema të cilat do t'i shërbejnë të ardhmes së turizmit shqiptar. Prurjes të sa më shumë turistëve të huaj, të cilët tani më e kanë të qartë që Shqipëria është sekreti i fundit i pazbuluar i Europës, si dhe një nga vendet më atraktive dhe më tërheqëse banare, dhe tek e cila do të mbështetet padyshim ekonomia shqiptare në të ardhmen. Shpresojmë që projektet dhe iniciativat të tilla të mos mbeten vetëm e kaq, por të vijojnë në funksion të turizmit të qëndrueshëm mjedisor, të shëndetshëm, të së ardhmes. Udhëtimi na dha shumë kënaqësi, shumë emocione dhe ne shpresojmë se të gjithë të rinjt shqiptar duhet të jenë padyshim të parët e këtyre iniciativave. Të kenë mundësinë të përjetojnë tani më edhe udhëtime detare në formën e udhëtimeve turistike dhe ekskursioniste. Natyrisht ky projekt është i lidhur edhe me projektin Shqipëria është kulturë, projekt i cili do të implementohet dhe zërvend në javën e parë të muajit maj. Ky i fundi do të zhvillohet padyshim në Apoloni, në qendrën e antikitetit dhe të kulturës fjerake. Të gjitha këto na bëjnë që t'u themi edhe turistëve që Shqipëria sot është vendi i ofertës më të mirë turistike dhe ka se çfarë t'i ofrojë nga atraksioni natyror, nga mikpritja, kultura, antikiteti, historia si dhe kuzhina tradicionale shqiptare, por edhe nga rinia, të cilët për hir të së vërtetës mbeten po kaq të apasionuar për të punuar në ndihmë të zhvillimit turistik, dhe që tashmë ndjejnë veten të aftë për të përballur me sfidat dhe përgatitjet e së ardhmes son të përbashkët, duke të i çuar kështu vlerat pa mbarim të vendit tonë.